NATO Cooperative Cyber Defense Center of Excellence është qendra e avancuar e NATO-s, e cila merret për mbrojtjen e hapësirës kibernetike të vendeve të aleancës, me selik në Tallinn të Estonisë, në kryeqytetit të Estonisë. Kjo është një nga qendrat që merret kryesisht për mbrojtjen e sigurisë kibernetike, për trajnimin e ekspertëve të fushës, gjithashtu dhe simulimet që mund të ndodhin sulme, dhe trajnimet ndërkombëtare që realizojmë në vendet e aleancës. Kjo do të thotë që dhe ekspertë nga vendi ynë shkojnë atje dhe bëjnë trajnime. Zakonisht janë ekspertë të cilët përfshihen në fushën e sigurisë kibernetike, që mund të jenë edhe nga Ministria e Mbrojtjes, nga Ministria e Brendshme, ne si Autoriteti Kombëtar për Sigurinë Kibernetike dhe partnerë të ndryshëm të institucioneve shqiptare. Gjithashtu kjo qendër merret edhe me zhvillimin e standardeve dhe praktikave të caktuara të predefinuara nga NATO për mbrojtjen e sigurisë kibernetike. Praktikisht është një nga qendrat ku anëtarët e NATO-s mblidhen për të rritur më shumë kapacitetet mbrojtëse ndaj sulmeve kibernetike.